Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme si pasojë e masave ajrore të thata me origjinë veriore. Moti ka qenë me vranësira mesatare të pakta dhe kalimtare gjatë orëve të mëngjesit, ndërsa pas orëve të mesditës ka mbizotruar moti ktjellët në të gjithë territorin. Era ka fryrë me drejtim nga kuadrati veriut dhe verilindjes me shpejtësi 7 metër për sekond. Në Bregdet dhe Lugina era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, dallgësimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga -1 deri 7 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 0 deri 17 gradë dhe në Bregdet nga 4 deri 17 gradë Celsius. Ditën e diel Shqipëria do të ndikohet nga pothuajse njëjta situatë meteorologjike. Moti parashikohet të jetë i ktjellët të gjithë territori dhe pothuajse gjatë gjithë ditës, ndërsa vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare. Era do të fryjë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi 7 metër për sekond. Në Bregdet dhe Lugina era do të arrijë shpejtësi deri në 17 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga -3 deri 8 gradë Celsius, në vendet e ulta nga -2 deri 15 gradë dhe në Bregdet nga 3 deri 16 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga masa ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë kontinentale, të cilat do të sjellin mot të ktjellët, por temperatura relativisht të ulta, sidomos në vlerat minimale. Për sa i përket kontinentit evropian, lokalisht Gadishulli Iberik, vendet skandinave, Europa verilindore, do të jenë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, do të kemi rreshtje shiu dëbore në zonat malore. Ndryshe paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku moti do të jetë i ktjellët, ndërsa vranësira do të jenë të pakta dhe kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.